Zoti I tha kështu Abrahamit: Abraham, shiko prej nga je, ku ndodhesh sot jam në Itali, jam këtu në sabat, është një mëngjes e diel, çfarë she? I tha: gjithçka që she, unë do të ta jap pyetja ime për ty sot është kjo. Po ti, çfarë she? Important ty ten ty five, viti I trajnimit dhe fuqizimit shpirtëror. Ne kemi marrë tashmë kaq shumë nga fjala e Perëndis, apo jo? Kjo është tashmë shumë ushqim. Megjithatë, dua të ngrej një temë shumë interesante që na përfshin të gjithëve dhe që sigurisht përfshin të ardhmen e kishës sonë, të ardhmen e secilit prej nesh. A je gati? E po. Bëja këtë dikuj që është afër teje dhe të thot hajde tani, vendos rripin e sigurimit, hap zemrën. Sepse po dëgjojmë fjalën e Perëndis dhe fjala e Perëndis është e gjallë dhe pruese, është si një shpatë që ndan shpirtin nga shpirti, prandaj Zoti do të na flasë. Atëherë, titulli I predikimit tim sot është Reforma në veprim, të rishkruajmë historinë e besimit tonë. Kush e ngjen veten reformator? Kush mendon po, unë mund t'i ndryshoj gjëra? Le të shohim sa veta nuk mund të gënjesh që thon po, unë mund t'i ndryshoj gjëra. Amin, disa. Shpresoj që deri në fund të këtij predikimi të gjithë do të jenë të përfshirë, sepse reforma është diçka që Zoti na e jep në çdo brez, si të thuash, në çdo brez. Se ndonjëherë dalin nga rruga e drejtë, kush e di, kush është krijuar në një familje. I mirë që kiste parime të mia. E di që jo të gjithë, por kush ka pasur parime të mia? Mirë, kush gjatë jetës ka dal nga kjo rrugë? I rrëfejmë mëkatet tona. Kush ka dëgjuar gjëra të mira në shtëpi dhe pastaj në adoleshencë, apo edhe më vonë ka bërë krejt të kundërtën e asaj që I është mësuar? Mirë, prashini, kjo ndodh në jetën natyrore, kjo ndodh në jetën e kishës, kjo ndodh në një qeveri. Ndonjëherë duhet të shohim si fillojnë gjërat për të kuptuar vërtet se ku është zemra, ku është zemra. Është thelbi I të gjitha gjërave për mua dhe reforma nuk është asgjë tjetër veç se të rikthejmë reformën për sa I përket gjërave të Zotit, për t'i kthyer gjërat ashtu siç I ka ndërruar Zoti dhe jo siç janë sot. Amen. Prandaj unë do të flas për ndryshimin mes një reforme dhe një zgjimi dhe pse shumë herë ne lutemi për zgjimin, Zot duam zgjimin, po zgjimi sjell reform, reforma sjell zgjim, janë jashtëzakonisht të lidhura. Thoni si është reforma? A sjell zgjim e zgjim? Sjell reforma. Tani duam të shohim disa raste në Bibël kur Perëndia u foli njerëzve duke u thënë atyre se ata kishin devijuar pak nga ajo që ai kishte paracaktuar për ta. Jeremia 8:8 deri 9 thot këtë: si mund të thoni, ne jemi të urtë dhe kemi ligjin e Zotit. Ja, në të vërtetë, ajo është shndërruar në gënjeshtër nga shkruesi. Të urtët janë heshtur. U trem mençuria e tyre, ja, ata kanë përsëritur ato që nuk e njohin. Nuk e di nëse e dini, por ne zakonisht flasim për reformatorët pak a shumë nga Luteri e tutje, ose edhe për ata që I paraprin reformës protestante, pra disa njerëz që shihnin se thelbi I kishës, që ishte të sillte Jezusin te njerëzit besimi, shërimi, njerëzit që kthehen, ata që nga të burgosur bëhen të shenjtë, ai që vivte nuk vjedh më, ai që bënte diçka të keqe nuk e bën më. Ne kemi parë një lëvizje të Zotit të shndërrohet në një monument. Pra, kisha që lind si një lëvizje, thoni bashkë me mua, kisha është një lëvizje. Është bërë monument, pse e din këtë? Sepse jemi në një kom plot me monumente bosh, ku hyn brenda dhe mendon se do të gjesh besim, por nuk e gjen. Kush ka bërë një xhiro për të vizituar bukuritë e Italisë, thot sa bukur, por je vetëm. Vetëm ti dhe ndoshta dikush tjetër, ndonjëherë ndonjë plak, nëse ke fat gjen ndonjë plakë besnike. Kush ka bërë ndonjëherë një udhëtim të tillë? Kush e ka vënë re se në Itali, në Evropë, në vend që të jetojmë në lëvizjen mbi natyrore të Zotit, ne jetojmë në një monument dhe se ata e kanë transformuar lëvizjen në një monument? A e vutë re? Perfekt.
Në vjatën e vjetër, ne gjithmonë flasim për reformator pas Jezusit, pas formimit të kishës, por në vjatën e vjetër kishte reformator dhe dy nga reformatorët më të mëdhenj në historinë e vjatës së vjetër janë. Profeti Jeremia, përmes shërbesës së tij profetike dhe mbreti David kanë qenë, nëse do ta krahasonim sikur të kishte pasur reformën protestante në kohët e vjatës së vjetër, personi që ka sjell më shumë reforma në rritet në kulturë. Në politik ka qenë mbreti David. Në fakt, nëse shkoni në Jerusalem, do të shihni se kudo është ylli i Davidit, kudo është Davidi, gjithçka flet për Davidin. Pse? Sepse Davidi ka ndryshuar. Ai e ka përfunduar plotësisht mënyrën e të parit të Zotit, mënyrën e adhurimit dhe tani do të shohim disa hapa. Në këtë fragment që po lexojmë për profetin Jeremia, i cili nuk ishte një udhëheqës politik, por që ka ndikuar te udhëheqësit politik, nuk e di nëse e dini, por në vjatën e vjetër Zoti ngrinte profet për të profetizuar, për të ndihmuar mbretërit e Izraelit të qeverisnin. Kështu që profetët e vjatës së vjetër kishin një rol si këshilltar politik, dhe Zoti u fliste atyre dhe u tregonte gjëra që madje as mbretërit nuk i shihnin ose i shihnin dhe bënin sikur nuk i shihnin. Ju e dini që në politik njerëzit ndonjëherë shohin dhe bëjnë sikur nuk shohin. Kush e di? E dim të gjithë, jemi të stërvitur në Itali, madje shumë të stërvitur, kemi lëkurë të trash, prandaj Zoti ngre Jeremin dhe ai fillon të flasë jo vetëm për reformat nga ana politike, sepse ai profetizoi për mbretërit duke u thënë në të vërtetë mbretërve të Izraelit: ju e keni braktisur Zotin, është Zoti ai që ju ka vendosur aty, dhe nëse ju e braktisni besimin dhe filloni të qeverisni si mbretërit para jush, si mbreti Nabukodonosor, si mbretërit që nuk e njohin Zotin, atëherë çfarë? Ndryshimi ka, sepse Zoti donte të qeveriste përmes tyre. Dhe profeti Jeremia këtu po flet për të urtët, sepse në atë kohë kishte një obor të urtëve, kishte edhe shkruesit, ata që shkruanin ligjin, dhe po i qorton ata dhe thot kështu: ne themi, si mund të thoni, ne jemi të urtë, kemi ligjin e Zotit, ne jemi besimtar, ne e njohim Zotin dhe thot në të vërtet është shndëruar në gënjeshtër nga shkruesit që shkruanin ligjin në vend që ta shkruanin mirë. E ndryshonin atë, thoni si e ndryshonin. Dhe thot, këta që duhet të ishin kujdestar të ligjit, po e ndryshonin ligjin dhe po e përshtatnin me jetën e tyre. Kush ka parë ndonjëherë dikë që përshtat ungjillin me jetën e vet? Dikush është aty që bashkëjeton dhe Bibla nuk flet për bashkëjetesën dhe thot, por Jezusi ka thënë që e rëndësishme është dashuria. Ti po përpiqesh të vendosësh, të shndërrosh jetën në jetën tënde. Dallimi është se Bibla transformon jetën tënde, jo ti që transformon Biblën. Amin. Do me thënë, Perëndia kishte për qëllim që fjala e Perëndis të transformonte mënyrën time të jetesës, jo që unë të transformoja mënyrën e Biblës. Dhe ajo që po ndodhte ishte se ata po e shtrembëronin në një farë mënyrë fjalën e Zotit. Kush ka lexuar librin e profetit Jeremia e di që disa mbretër thërrisnin profet dhe profeti thoshte: Zoti nuk është i kënaqur, dhe ai thoshte: do të thëras një profet tjetër. Atëherë vinte një profet tjetër dhe thoshte: shiko se po vjen mbreti i veriut që do t'ju shkatërroj, duhet të pendoheni, dhe ai thoshte: do të thëras një profet tjetër. Dhe ai thërriste një profet që thoshte: gjithçka do të shkojë mirë. Ky është profeti im. Dhe i mbanin aty. Sa njerëz sot përpiqen të dëgjojnë dhe apostulli Paul ka thënë qartë Timoteut këtë: në fund të kohëve do të kërkojnë mësues që t'u thonë atë që duan të dëgjojnë, që t'u thonë: gjithçka është në rregull, bëj si të duash, nuk ka rëndësi. Jeto me 100 persona, trafto, jeto në pornografi, bëj si të pëlqen, Jezusi të do dhe njerëzit janë të lumtur sepse u thonë: sa bukur, jam mirë. Por fjala e Zotit është gjithmonë përballje. Thuani, si është fjala e Zotit? Është një krahasim. Zoti gjithmonë do të vendos njerëz të pakëndshëm në jetën tonë, kur gjërat nuk po shkojnë mirë. Ai nuk do t'i bëj njerëzit të ndihen rehat, sepse Zoti do që ne të ndryshojmë, sepse ai e di që në mëkat nuk do të jetojmë mirë, por në praninë e tij do të jetojmë mirë. Amin. Dhe kështu Jeremia fillon të thotë: ti duhet të ndryshosh. Edhe te Ezekieli do të gjejmë pasazhe të tjera, shumë pasazhe nga Dhjata e Vjetër, por unë kam zgjedhur disa prej tyre.
Ezekieli 36 nga vargu 26 deri në 27. Këtu Zoti bën një premtim dhe thot: nëse ju do të ndryshoni, pra nëse nga ky gjendje në të cilën jetoni, lart duke u larguar nga ajo që ju kam mësuar të jetoni, nëse ju do të ktheheni tek unë, gjithçka ndryshon. Nëse ju do të ktheheni te origjina, gjithçka ndryshon. Nëse ju do të ktheheni te dashuria e parë, gjithçka ndryshon, do të thot edhe në zbulesë. Nëse ktheheni te plani që kam për ju, gjithçka ndryshon dhe Ezekieli, profeti, thot kështu: do t'ju jap një zemër të re dhe do të vendos brenda jush një frym të re. Do ta heq nga trupi juaj zemrën prej guri dhe do t'ju jap një zemër prej mishi. Do të vendos brenda jush frymën time dhe do të bëj që të ndiqni ligjet e mia dhe të respektoni e të zbatoni urdhëresat e mia, Zoti po thot. Nëse ti afrohesh më shumë me mua, nëse ti ndryshon drejtim, nëse kthehesh në fillim, atëherë gjërat ndryshojnë. Edhe për ty. Kush e ka provuar tashmë që kur është larg Zotit, zemra i bëhet e fortë? Çfarë është një zemër e fortë? Është një zemër ku njerëzit të flasin për Zotin dhe ti nuk ndjen asgjë. Dëgjon lavdërimin dhe je aty duke thënë: është e bukur kjo këngë. Lexon Biblën dhe thua: e kam lexuar tashmë, po, e kam kuptuar këtë gjë, jam. Kur nuk të hyn asgjë, kur nuk të hyn këshillat e miqve, kur nuk të hyn këshillat e të urtëve, kur asgjë nuk të flet, kur lexon një libër dhe nuk ndjen asgjë, dëgjon një muzikë dhe nuk ndjen, nuk është se feja është ndjesi. Por kur kemi një zemër prej mishi, ne jemi të ndjeshëm ndaj fjalës së Zotit, ndaj këshillës, nëse gabon, të vjen keq, kur ke një zemër të fortë. Mund të gabosh, mund të jetosh si të duash, asgjë nuk të prek, madje jeton duke kritikuar të tjerë. E gjithë të tjerët kanë gabuar dhe vetëm ti je i shenjtë. Kush ka njohur ndonjëherë dikë të tillë? Ndoshta ti je i tillë dhe nuk e di, kështu që ne të njohim. Atëherë, le të shohim pak dallimin mes një reforme dhe një zgjimi. Pra, reformë, ndryshim sistematik. Po flas për një reformë fetare, sepse ka reformë në politik, reformë në qeveri, unë po flas për një reformë fetare. Ndryshim sistematik, thoni si është sistematik. Do të thot, në çdo reformë ne duhet të jemi të organizuar, thoni si është të organizuar. Në rregull, ndryshim sistematik dhe i organizuar brenda një tradite fetare ose të një kishe që synon të korrigjoj praktika, doktrina, struktura që perceptohen si të gabuara ose të korruptuara. Pra, reforma është, nëse shohim gjëra të gabuara, duhet të organizohemi, të planifikojmë për t'i ndryshuar këto gjëra dhe për t'i kthyer ato në origjinë. Cili është qëllimi? Reformat priren të përpiqen të rikthejnë, të përmirësojnë pastërtinë, integritetin e besimit të një komuniteti fetar duke u marrë me probleme specifike si doktrina, etika, liturgjia dhe qeverisja kishtare. Kur ne kemi parë reformat, do të shohim pas pak çfarë bëri Jeremia, çfarë bëri Davidi, çfarë bën reformatorët, çfarë bëri Jezusi, i kthyn gjërat në vend ashtu siç i kishte caktuar Zoti. Dhe kur ata bën këtë, njerëzit u tërhoqen më shumë drejt besimit, ishte një vizitë nga ana e Zotit. Pra, ne do të gjejmë në histori disa herë Zotin që thërret një brez për të reformuar gjërat, domethënë për t'i kthyer siç ishin, dhe herë të tjera një lëvizje të Zotit. Një frym të shpirtit të shenjtë që zgjon njerëzit në besim dhe kur ata zgjohen, sjellin ndryshime. Për këtë arsye, reformat sjellin zgjime dhe zgjime. Ato sjellin reforma, ecin gjithmonë krah për krah, aty ku është shpirti i Zotit ka ndryshim. Po të jap një shembull praktik, ti je lart Zotit dhe ky zemër është e fortë, pa pritur shpirti i shenjtë të prek, ti kthehesh te Zoti, ti pendohesh, çfarë do të bësh? Do të vësh në rregull gjithë jetën tënde. Dikur dikush jetonte në një mënyrë krejt të çrregullt, flinte me gjithë botën, nuk ka nevojë të ta themi ne këtë. Nëse ke shpirtin e shenjtë, fillon të thuash: duhet të jetoj mirë, duhet ta heq këtë nga jeta ime, kjo nuk është e mirë, nuk jemi ne që ta themi, është shpirti i shenjtë. Shpeshherë, shpirti i shenjtë shkon atje, përdorje minifunde, shikon veten në pasqyrë dhe, pasi ke dalë gjithë jetën ashtu, thua: nuk mund të vishem më kështu. Kush ta tha këtë? Është shpirti i Zotit brenda teje, sepse zgjimi shpirtëror sjell një reformë në jetën tënde.
Herë të tjera, Zoti do të thëras njerëz që janë tashmë shpirtëror për të sjellë reforma, sepse ai po përgatit një frymë hyjnore aq të madhe sa duhet të jemi gati për të mbajtur gjithë peshën e lavdisë së Zotit. Pra, si sjellin reformat zgjim, edhe zgjimet sjellin reforma. Le të shohim çfarë është një zgjim. Një zgjim shpirtëror është një periudhë aktiviteti të intensifikuar shpirtëror që mund të sjellë rritje të besimit, kthime të reja, rinovim të jetës shpirtërore të individit dhe të komuniteteve. Cili është qëllimi? Qëllimi i zgjimeve shpirtërore është që ato përqendrohen tek brendësia, tek emocioni, tek përjetimi. Individuale dhe kolektive. Thuhet se është individuale dhe kolektive, sepse Zoti ndonjëherë mund të zgjojë vetëm një person, ashtu siç bëri me Eslejin dhe familjen e tij, zgjoi disa të rinj dhe pastaj këta të rinj ndezën me besim gjithë Anglinë. Ose Zoti mund të veprojë si në zgjimin amerikan, ku nuk ishte vetëm një person, edhe pse kishte disa figura që bashkëpunuan, por ishte një thirrje e madhe për besim, të gjithë ishin të thirrur. Kishte një thirrje të mbinatyrshme të besimit ku njerëzit më pas ndryshonin dhe kjo e ka transformuar historinë e Shteteve të Bashkuara për ata që e njohin historinë. Pra, më të mëdhenjt e vjatës së vjetër që sollën më shumë reforma kanë qenë Jeremia dhe Davidi. Thoni si janë Jeremia dhe Davidi, dhe edhe pse Jeremia nuk kishte një detyrë politike, Davidi kishte një detyrë politike shpirtërore, Jeremia këshillonte politikën dhe bënte ndryshime shpirtërore. Le të shohim disa nga ndryshimet që bëri Jeremia. Për shembull, ndryshimi i parë i Jeremis ishte kthimi te Perëndia. Më tregoni si është Jeremia? Ai u predikoi njerëzve që të pendoheshin për mëkatet e tyre dhe të ktheheshin te Perëndia. Pse? Sepse edhe nëse ata do të ishin atje brenda një qyteti të krishter, meqense Jerusalemi ishte qyteti i tyre, ju mund të jeni në një vend të quajtur besim dhe të jeni plotësisht larg Zotit. Kush e di këtë? Pastaj ndoshta hap një gazet, një Instagram dhe thua, jo. Ai atje që predikonte, ai që fliste për Zotin, unë e njihja, shiko çfarë ka bërë. Sepse edhe brenda kishave ka njerëz nga populli i Zotit që thonë se e duan Zotin, por nuk e duan Zotin, dhe ne nuk duhet të trembemi nga kjo, apo jo. Sepse gjithmonë do të ketë, gjithmonë dikush që është në Zotin dhe gjithmonë njerëz që bëjnë sikur janë bi të Zotit. Sikur është e shëmtuar, por ka njerëz që bëjnë sikur, kush e di. Ka njerëz që vinë në kishë vetëm sepse kanë gjetur miq dhe kanë thënë një herë ne gjetëm një djalë, ishte nga një kishë tjetër, i thash, po çfarë vjen gjithmonë këtu, e di që je nga një kishë tjetër, përgjigjja. Në kishën time vajzat janë të shëmtuara. Një kompliment, sepse kemi vajza të bukura. I thash, pra arsyeja pse vjen këtu është sepse vajzat janë të bukura, po mirë. Do me thënë, e shini. Nuk ishte asnjë arsye shpirtërore pse vinte në kishë, vinte në mbrëmjet e të rinjve, ai vinte sepse donte të flirtonte. Ishte kështu, apo jo? Pra, ka njerëz që vinë sepse thonë, kam dëgjuar që ka bankë ushqimore. Dikush thot, kam nevojë për ushqim, po shkoj. Nuk është problem të vish për shkak të nevojës, problemi është të qëndrosh për shkak të nevojës. Sepse në Bibël do të gjeni shumë njerëz që largohen nga nevoja, si djali i plankprishës. A u kthye në shtëpinë e babait të tij sepse e donte të atin? Faleminderit. Ai u kthye duke thënë, më mungon babi, dua ta përqafoj. Jo, tha ai, po vdesurie, ka ushqim në shtëpinë e babait tim. Shkoj atje, i kërkoj falje dhe ai më jep ushqim. Ai nuk kërkoi falje duke thënë, kërkoj falje sepse më vjen keq. Ai u pendua që u largua sepse atje kishte ushqim, jo për shkak të dashurisë së babait të tij. Apo jo. Ai u kthye krejtësisht për interesa, por i ati tha, ke vetëm interesa dhe ktheu në shtëpi. Babai e priti, babai e donte dhe i tha, a do ushqim? Dhe jap ushqim, të vë një sandale në këmbë, ti bëhesh djali im, ti mban unazën dhe pastaj ai dha dashurinë e tij, ai ndryshoi jetën. Problemi nuk është të vish për nevojat. Ndonjëherë nevojat janë gjëra që tërheqin vëmendjen tonë. Problemi është të qëndrosh për nevoja. Dhe kështu Jeremia thot, kthehuni, Jeremia 12:14, shko dhe shpall këto fjalë drejt veriut, thuaj,
Ktheu Izrael të Zoti, Perëndia yt, sepse ai ka vënë një barë mbi ty, po thot, nëse ti kthehesh, ky peshë do të hiqet. Pastaj Jeremia dënoi gjithë korrupsionin të Jeremia 7, nga vargu 5 deri në 7 do të thotë, nëse me të vërtetë. Nëse do të ndryshoni jetët tuaja, veprat tuaja, nëse do të bëni drejtësi ndaj njëri tjetrit, nëse nuk do të shtypni të huajin, jetimin dhe ushën, nëse nuk do të dervni gjak të pafajshëm në këtë vend dhe nuk do të ndiqni perëndit të tjera në dëm tuajin, atëherë unë do t'ju lejoj të banoni në këtë vend, në tokën që u dhash etërve tuaj për gjithmonë. Kujt po i flet Jeremia? Jo besimtarve, ai po i flet popullit të Izraelit, popullit që ka kaluar atje në shkretë të tir, Mojsiu, besimi dhe po u thot. Pra, nëse ju do të ndryshoni veprat tuaja, nëse do të bëni drejtësi, nëse do të ndaloni, që do të thot se ata ishin aty në kish dhe nuk u interesonte fare për jetimin, për veushën, për njerëzit, vazhdonin të vivnin dhe jo vetëm kaq, adhuronin edhe perëndit të tjera, sepse dikush mund të thot. Po ky është populli i Perëndisë së Izraelit, Perëndia, që nuk ka një imazh, por ata aty brenda kishin perëndi të tjera. Ti mund të thuash, por sa prej nesh kanë perëndi të tjera që nuk i quajnë perëndi? Për shembull, sa orë kalon ti përpara celularit tënd, sa orë kalon përpara Biblës, sa orë duke parë dorama. Për atë mbesën time të vogël që shikon dorama, kam marrë vesh që të tjera. Nuk është problem, shiko sa shumë shikon dorama, por sa herë lutesh. Sa herë qëndron përpara Zotit dhe thua unë nuk jam idhujtar. Po, je idhujtar dhe idhujtari është gjithmonë larg Zotit, sa orë kalon ti në gjimnastika dhe sa orë kalon përpara Zotit. Nuk ka asnjë problem të bësh gjimnastik. Unë jam sportive, e adhuroj të bëj gjimnastik, por gjimnastika nuk mund të ketë një rol kaq të rëndësishëm. Sa më i bukur është trupi yt se sa të shërbesh Zotin. Sa orë je aty duke thënë. Jo, pak narcisist, sa i bukur jam, sa i bukur jam, sa i bukur jam, sa mos kujtam, ka njerëz me të cilët flasim dhe 90% dhe bisedës së tyre është ushqimi, kalorit, gjërat. Dhe e di që ne themi unë vi në kish dhe nuk jam idhujtar, shumë prej nesh vim në kish dhe jemi idhujtar. Idhujtaria kuptohet nga aty ku është zemra jote. Dhe mbi të gjitha, sa kohë kalon me atë gjë, atë që të zë më shumë kohë, ai është idhulli yt, aty personi që është pranë teje. Jepi një bërryl të fortë derisa të dhem pothuajse dhe i thuaj sa kohë kalon me gjërat që aq më shumë ai është idhulli yt. Po. Goja flet, thuaj si është, goja flet për atë me çfarë është plot zemra, me çfarë është plot goja jote, me çfarë është plot goja jote, për çfarë flet më shumë. Dhe ja kush, pra Jeremia ishte aty duke thënë djema, nëse nuk bëni një reform, gjërat nuk do të ndryshojnë. Pastaj Jeremia do të shpall, nuk do ta lexoj të gjithën sepse nuk kemi aq shumë kohë. Jeremia 3. Nga vargu 31 deri në 34 ai pastaj do të flasë për një reform që Zoti do të bëjë, për një beslidhje të re ku ligji i Zotit do të shkruhet në zemrat tona. Këtu po flet për vjatën e re, kur vjen Jezusi, kur është fryma e shenjtë dhe ai e shpall këtë. Pra ai fillon të bëjë reforma, ndonjëherë rrihet, goditet me shkop, por zëri i tij vazhdon të jetë i fortë. Si është zëri i tij? Vazhdon të jetë i fortë. Për rreth 40 vjet ai ka thënë të njëjtat gjëra. Sa kohë, sepse ne themi e Jeremia ti lexon nga faqja 1 te faqja 2. Ai thoshte të njëjtën gjë çdo ditë për të arritur një reformë. Çdo ditë ai përsëriste, ndonjëherë përsëriste dhe e rrinin me shkop, ndonjëherë përsëriste dhe e fusnin në cisternë, ndonjëherë përsëriste dhe e rrinin. Por ai vazhdonte të përsëriste sepse Zoti i kishte thënë që përsëritja ndryshon mentalitetin. Sepse ajo që për ne ishte e padrejtë sot është e drejtë, po ta them unë pse. Ne dëgjojmë plot lajme që thonë është në rregull, është në rregull, është në rregull dhe kur hap syt, ajo që ti e quaj të keqe fillon të quash të mirë. E keni vënë re këtë? Njerëz që kishin parime morale sot nuk i kanë më, sepse bota shkon kështu. Thuaj, unë nuk jam nga kjo bollë. Nuk është se je një i çuditshëm. Faleminderit. Dhe kështu Jeremia bëri një ndryshim tjetër për përgjegjësitë shoqërore.
Jeremia 22:13 Bëni drejtësi dhe ndershmëri, çlironi atë që është i shtypur nga dora e shtypësit, mos bëni dhunë pa drejtësi, mos shtypni të huajin, jetimin, as vejushën dhe kështu me radhë. Dhe është e rëndësishme sepse Zoti më pas, a e dëgjuan apo nuk e dëgjuan Jeremin, më trego. O apo jo? Jo, çfarë ndodhi? Që gjithçka që tha Jeremia ndodhi. Mbreti i veriut, Nebukadnecari, erdhi dhe pushtoi Jerusalemin. Zoti tha që nuk dua që jeta jote të shkojë kështu, dua të ndihmoj përpara se gjërat të bëhen të tmerrshme për ty. Unë dua të them përpara se gjërat të përkeqësohen. E di sa herë Zoti paralajmëron fëmijët e tij përpara se të ndodhin gjërat. Zoti vendos njerëz, thoni si Zoti vendos njerëz për të thënë mos e bëj këtë, lëre, mos hy në një nevojë. Mos hy në këtë martesë. Unë jam një pastor, sa herë kam këshilluar njerëz duke u thënë mos hyni në këtë martesë, jo sepse këtu shkruhet kjo është nga Zoti, kjo nuk është nga Zoti, por sepse shija frytet, shija atë person dhe thosha nuk keni asnjë lidhje. Keni dy vizione të ndryshme për jetën. Jo, por unë e dua, Jezusi na do, sot janë aty që duhet t'i mbledhim me lugë të vogël, një jetë të palumtur prej vitesh, sepse ka njerëz që nuk dëgjojnë askënd dhe kur nuk dëgjon askënd, Zoti do të thotë ka një grob, mos bjer. Ka një grob, mos bjer, ka një grob, dhe ti thua nuk e besoj, ndihmom ka një grob, kështu bëjmë ne, pastaj jemi aty, dikush të më ndihmoj, madje ka të tjerë që kanë arrogancën të thonë, është Zoti që ma ka bërë këtë grob. Nuk ishte më parë. Reformat dhe zgjimet vinë gjithashtu përmes rregullimeve për afrimit me fjalën e Zotit në jetën tonë. Tjetri që ka qenë reformatori më i madh i dhjetës së vjetër është Davidi. Thuajeni si është Davidi. Davidi ka mbretëruar rreth 1000 vjet para Krishtit. Dhe kur ai mbretëroi, ai bëri ndryshime të jashtëzakonshme. Shikoni sa të jashtëzakonshme janë, sepse Davidi ishte një njeri plot me frymën e Zotit. Është hera e vetme në Bibël që do ta gjejmë këtë, një njeri sipas zemrës së Zotit. Çfarë do të thotë sipas zemrës së Zotit? Që kishte aprovimin e Zotit në atë që bënte, në mënyrën si ndjente. Dhe ti mund të më thuash, por Davidi ka gabuar, nuk po flisje për Davidin. Nuk po thot që është i përsosur, po thot që qëllimet e Davidit ishin të përputhura me qëllimet e Zotit dhe edhe kur ai gaboi, ai tha: Zot, gjithë njerëzit e dinin për mëkatin e tij, e dini që shkoi në shtret me gruan e një tjetri, e të tjera. Zot, nuk më intereson fare çfarë mendon populli, më intereson ti, kundër teje kam mëkatuar. Ky është një zemër që i pëlqen Zotit, që ne nuk jemi këtu për të qenë të shenjtë që të na shohin të tjerët, ne jemi këtu sepse ai është Zoti ynë. Pastori Sameha mbajti këtë predikim shumë të bukur në konferencën one, ku tha: ti nuk je i shenjtë sepse je pastor, sepse je lider, sepse je askush. Ti je i shenjtë sepse e do atë dhe thot: unë dua të nderoj mbretin tim. Edhe Davidi e bëri këtë dhe kjo i pëlqeu shumë Zotit. Ndërsa Sauli, kur gaboj, tha: Samuel, bëj kështu para njerëzve, ti thuaj që jam njeri i mirë, të organizojmë pak që njerëzit të mos mendojnë se jam keq, nuk më intereson çfarë mendon Zoti, më intereson çfarë do të thonë njerëzit për mua. Kur mendojmë shumë për atë që do të thonë njerëzit për ne, rrezikojmë të bëjmë shumë gjëra që nuk i pëlqejnë Perëndis. Amin. Mos u përpiq ti pëlqesh njeriu, duhet të përpiqesh ti pëlqesh Zotit. Është ai që vdiq për ty, është ai që vdiq për ty në kryq. Pra, le të shohim disa reforma. Reforma e parë që bëri Davidi dhe bashkoi fiset e Izraelit. Fiset e Izraelit nuk ishin të gjitha me të. Ndërkohë, është e vërtetë se ai mbretëroi për 6 vjet në Hebron vetëm me 2 fise dhe të gjitha të tjerat ishin të shpërndara. Dhe ata i thanë: pse nuk bën një grusht shteti të marrësh të gjitha fiset? Dhe ai tha: nëse Zoti nuk më vendos në front, nuk do të shkoj atje vetën. Kjo i pëlqen Zotit. Ka njerëz që duan të jenë në vende ku Zoti nuk i ka vendosur. Dëshiron të kalosh etapa. Dëshiron të jesh dikush që nuk je. Është Zoti ai që në.
Është Zoti ai që lartëson, jo njeriu. Kur Zoti të më vendos atje, unë do të shkoj. Unë pres dhe qëndroj këtu në Hebron për 6 vjet, por kur Zoti krijoi këtë mundësi, ai bashkoi një popull që ishte krejtësisht i ndarë dhe e bëri një të vetëm. Gjëja tjetër, jo më pak e mrekullueshme, është se ai krijoi kryeqytetin e Jerusalemit. Jerusalemi nuk i përkiste askujt, as nuk ishte aty, i përkiste Jebusejve. Në fakt, quhej fortesë e Jebusejve, ishte aty në Jerusalem, ishte një fortesë e pathyeshme, askush nuk arrinte të hynte sepse ishte një kodrin. I vetmi që kishte arritur ta merrte ishte Davidi dhe ai thot këtu, në fakt kur të shkosh në Izrael do ta shohësh këtë fortesë, këtu do ta bëj kryeqytetin, këtu do të jetë qendra. Ndërkohë që të gjithë kishin një kryeqytet, një qendër, ai krijoi një qeverisje të bashkuar dhe një vend të vetëm dhe prej këtu tani, prej këtu qeverisim, prej këtu dërgojmë urdhrat, këtu krijojnë një udhëheqje për gjithë kombin e Izraelit. Dhe këtë nuk e kishte bërë askush më parë, amin, por reforma më e madhe që ai bëri ishte reforma fetare. Thoni, si bëri një reformë fetare? Sepse ai bëri që Jerusalemi të ishte i vetmi vend ku të gjithë bashkë duhet të shkonin për të adhuruar, ndërsa më parë nuk ishte kështu. Por shiko çfarë gjëje të mrekullueshme bëri. Fillimisht transferoi Arkën e Beslidhjes, që ishte ai vend ku manifestohej prania e Zotit, e cila sillej vërdall nëpër vende të fshehura në çadra. Ai mori këtë arkë dhe e çoi në Jerusalem. Ai nuk e ndërtoi tempullin, këtë e bëri i biri, por ai bëri që qendra e adhurimit të ishte Jerusalemi. Dhe bën diçka që nuk e kishte bërë askush më parë, thoni si askush. Ai e solli adhurimin në mes të njerëzve, sepse adhurimi, Arka e Beslidhjes, kush ka studiuar tashmë tabernakullin e di, kishte një vend ku të gjithë mund të hynin për të bërë flijime, një vend tjetër që quhej vendi i shenjtë, ku hynin vetëm priftërinjt dhe vendi më i shenjtë, ku ishte Arka e Beslidhjes, në kohët e Mojsiut, hynte vetëm kryeprifti.